Kristi Shkodra është një nga ato rinj të shumë që kanë provuar emigrimin, por që e kanë rigjetur veten duke u kthyer në vendlindje. 34 vjeçari nga Shkodra prej vitesh i është përkushtuar pikturës, një pasion që e ka shoqëruar që në fëmijëri dhe që sot është kthyer në mënyrë jetese. Kristi ka nisur të pikturojë që në moshën 10 vjeçare, ndërsa dashuria për artin i është trashëguar nga jati Aleksandër Shkodra. Shumë kritik artit më thoshin, "Wow, ki bën një gjë jashtëzakonshme." Shumë thotë, "A ki bën ti?" Thoshin, "A ka bë baba." Për zotin thoshe kam bë unë dhe baba i thotë e kam lënë vetë në ata ujnat me qa, thotë baba. Aktualisht ai ndjek vitin e 3 të studimeve në degën pikturë grafik në Universitetin Luiç Gurakuqi, duke thelluar më tej formimin e tij artistik dhe teknik. Ne kena nostalgji për ata rrugica, ne nuk kena nostalgji për pallatet e mëdha. Për ata të mëdha kena po gjithkund nëpër Europë e nuk na japin atë njësinë. Ne na japin njësinë një rrugicë, një portë, një lagje me kaldrem. Një moment i veçantë në rrugtimin e tij artistik është edhe takimi me kardinalin shqiptar, Dom Ernest Roshani. Kur u zgjodh papa në verë, kur ishte në verë që zgjodh papa, unë dosha me bë kisha një ndërsa thash po bëj një portret. Po një atëherë sa e përfundova, sa kisha përfunduar vetë, qytetërisht një mik i jemi, shikoj një lokal më thotë mu, a din se jam vetë me kardinalin, thotë pi kafe më tregon mu. E paketova, thash, ja bëj dhurat, një gjë simbolike, ta kenë kujtim edhe nga qyteti tonë që nuk kena harruar. Kristi kalon shumë orë në atelien e tij, duke punuar me përkushtim dhe pasion